Ndërkohë, për zgjedhja, sepse janë disa prej këngëve që i dim edhe na që s'luajmë piano, po të paktën kur dikush luajmë piano, na mund t'i këndojmë, sepse i dim edhe nëse s'na shkazoni. Kur hona del, valsi Lugtërisë, që është një prej matë kërkunave, ku do ndosma, ku do na hingje, rrjedh në këngë ligjerime, pranvera në Prishtinë, tu Mankuqe, deri te Zeshkanja, të Duasa, të Utën, e këngë të tjera të cilet janë të gjeneratës ma herët. A është nostalgjikja, apo nuk kemi ma të prodhu këngë të mira? Po, është pak nostalgji, po nuk është vetëm nostalgji, se unë e kom vrejt që gjeneratat e reja shumica i din këto këngë. Po. Ndoshta nuk i ngojnë, po momentin që dëgjojnë e din cila këngë. Është se këto këngë luhen, interpretohen dhe riaranzhohen pej zhanreve ndryshme. Do më thonë që për shumë këngën era zdi sa herë shpesh për ndigjen radio, për ndigjen YouTube, do më thonë ka shumë aranzhime të këngës era të gjunëve. Unë ju mundu në këto transkripcione për piano me qenë sa ma ofër originalit, pa shtu disa veçërit cilat zakonisht kompozitorit duhet të mishtu, po në këtë rast unë si jam kompozitor, po i kom kompozu për piano. Ta manësi shumë janë. Ideja ka qenë që mos mu largu pe originalit. Do më thonë, aj që i lunë atë këngë, pezojmë në heng ose diçka, me ditë me njerë cila po luat. Edhe sidomos për shamë Gjamadani Via Via, është një këngë që shpesh në shkolla fillore për ndër 28 nëntorit, më kanë lutë këta mësuset ose hajde ndihmona dhe kom përfundu nashta dhe në program të jarkëtu fëmijët me një senta diçka. Edhe një për arsye pse i kom shti Gjamadani është ajo, dhe më thonë është një këngë që gjithë e dojmë edhe interpretojmë. Edhe po ashtu Kuqeze, kjo që përdorin për festa kombëtare, do më thonë një mundu gjitha kapak, ato që ka ki drejt, është pak nostalgji, po është edhe pak rikrim i antologjisë tonë ta quj. Fillimisht titulli ka dasht me qenë kom pas qaf me pas fjallën antologji, po më ndihë thejsha po dhe shumë serioze, të bëj pak më të pranushme. Shumë pedagogike. Ashtu kështu kanë me përdor në danca së dita, kështu që hajtë mi jo pak danca dashnis. Edhe më ndihë me shumë propozime vendosa me thonë këtë në këngë dashura cilat gjithë i dojnë. Që i donë piano, edhe me të vërtet është ka sens kjo, sepse tingulli i pianos i donë shumë ritmin e qëty në këngëve të cilat i ke përzgjedhë, shkojnë këgja me njëna tjetërën.